tjerë, por fakti është që muslimanët që sot jetojnë në Shqipëri dhe në Kosovë nuk janë të gjithë shqiptarë. Shumë janë muhaxhirë. Le të marrim Tiranën. Në Tiranë, përveç fiseve turke që erdhën në kohën e perandorisë osmane, fiset turke erdhën shumë në Tepelen, shumë pleqë të vjetër të zonave të Baldushkut, kur i kam pyetur nga keni origjinën, thonë kemi nga Molla e Kuqe. Koncepti i Mollës Kuqe apo Kızıl Elma në perandorinë osmane ishte kufiri ndërmjet krishtërimit dhe islamit, sepse ka studime në Kosovë për muhaxhirët e Nishit dhe pas kongresit të Berlinit, luftës ruso-turke, kur Serbia bën masakra dhe merr vilajetin e Nishit, ne kemi me qindra e mira musliman nga Serbia që e lënë Serbinë dhe shkojnë në Kosovë. Dhe ardhja atyre e çon në 90% numrin e muslimanëve të Kosovës, pra e muslimanizon Kosovën, jo e shqiptarizon, se procesi i shqiptarizimit është më i vonë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që ashtu sikur kemi muhaxhirët që vinë nga Nishi në Kosovë, ashtu kemi edhe grupe të tjera muhaxhirësh që vinë kohën Fjellabie Sultan Abdul Hamidit, Çerkes, që popullojnë fush Kosovën. Ky fenomen ndodh edhe në Shqipëri, ku osmanët sjellin tatar, sjellin Çerkez, sjellin musliman nga Hungaria. Biles, unë mendoj që shumë nga këto popullatat e zonës Baldushkut janë muhaxhir ose nga Serbia ose nga Hungaria. I njëjti fenomen ndodh kudo në Shqipëri dhe në Kosovë. Kemi popullata turke, popullata bosniake, në Shkodër, ku shkon, në Durrës, ke banon me emrin Tivari, Nikšići, Haveriku. Këta janë bosnjak. Janë bosnjak që kur serbët apo malazezët mundnin Turqinë, ndërsa vala tjetër e islamizimit masiv të Kosovës, por edhe shqiptarizimit të saj, do të vi me luftën ruso-turke të vitit 1877-78, kur serbët, pasi të mundin perandorinë osmane, do bëjnë me qindra mira shqiptar nga vilajeti i Nishit, ku këta shqiptar bosnjak, çerkez dhe
serb myslimane të tjerë, do të vinë në Kosovë. Shumë nga këto familje që ju keni në Kosovë me mbiemra Muhaxheri, Konjufca e tjerë, janë familje nga vilajeti Nishit, Toplica edhe çfarë janë. Plana e të tjerë. Keni historian në Kosovë me emrin Muhamet Mala, po Malën e ke Sakalon Kufirit, e ke në vilajetin e Nishit. Dhe këta njerëz janë Muhaxhir apo Tërnava dhe çfarë janë. U dëbuan nga Serbia, u sollën në Kosovë. Jo të gjithë ishin shqiptarë. Kishte shumë që ishin bosnjak dhe njerëz të etnive të tjera. Kishte shumë që ishin bosnjak dhe njerëz të etnive të tjera. Kishte shumë që ishin bosnjak dhe njerëz të etnive të tjera. Por kjo etnia jonë shqiptare triumfoi për t'i shqiptarizuar.